Hej miq, përshëndetje! Si keni kaluar? Sot do të flasim në lidhje me hënën e plot në datë 5 nëntor, e cila është hëna e plot e kastorit. Do të ndajmë me ju mesazhet intuitive, të cilat kam mundur të ndjej dhe të mbledh gjatë kësaj jave. E gjithashtu, mund të ndalemi tek secila prej shenjave, pakës informacion në lidhje me secilën prej shenjave, me atë çfarë unë kam arritur të ndjej për ju. Dhe në fund do t'japim rituale sigurisht për të gjithë ata që janë të interesuar në lidhje me pjesën e ritualeve. Si fillim, duke qenë se është hëna e plot e kastorit, ndjeva shumë këtë energjinë e kastorit, që në fakt është shumë kreative, që në fakt është shumë e qetë dhe sado që është kaq e qetë, ka fuqinë që të krijojë gjëra të mëdha, por vetëm duke bashkëpunuar me të tjerët. Pra, kastorët janë ata të cilët e dinë rëndësinë e të paturit miq të mirë, e të paturit individ të cilët besojnë tek ti, po aq sa ti beson tek të tjerët dhe tek vetja jote gjithashtu, dhe në aftësitë tua. Dhe së bashku ju mund të krijoni gjëra shumë të bukura të mëdha, sepse kastorët së bashku mund të krijojnë për shembull shtëpiza apo diga. Pra, janë qenie që nuk është janë shumë të mëdha dhe ndoshta nuk kanë ndonjë forcë të madhe, por së bashku ata munden. Gjithashtu kam gjërë shumë të nevojshme të punoni me afirmime këtë kohë. Sepse ndjej shumë në energjinë kolektive që mund të keni pak pasiguri në lidhje me aftësitë tuaja, në lidhje me veten tuaj, në lidhje me aftësitë në punë për shembull, në lidhje me gjëra nga më të ndryshmet. Pra thjesht pasiguritë mund të jenë kryefjala ndoshta e disave për jush, dhe afirmimet ju ndihmojnë vërtet shumë nëse ju dëshironi që të riktheni përsëri këtë fokusin tek aftësitë tuaja, te besimi në vete dhe të shkëlqeni dritën tuaj të bukur. Dhe të besoni që gjithçka që juve ju nevojitet ju e keni, dhe kështu ju do ta bëni punën 1000 herë më mirë, apo ju do të jeni më të motivuar për të bërë diçka, për të arritur dëshirat tuaja, ëndrat tuaja. Dhe nëse jeni të interesuar, unë kam përgatitur afirmime në lidhje me tema të ndryshme për të cilat ju mund të keni nevojë. Ju mund të më shkruani në email dhe me shumë kënaqësi të t'ju dërgoj që ju të punoni me to. Edhe me udhëzimet për kacë sigurisht. Pra, duhet të rikujtoni veten tuaj, e kam shkruar me gërma të mëdha që ju keni gjithçka që ju nevojitet, për aftësitë dhe talentet, gjithçka që juve ju duhet, njohuri, resurse, mos mendoni që nuk i keni. E di që mund të jetë pakës temë kolektive kjo tani më, sepse energjitë universale janë duke ndikuar pakës, ndoshta lëvizja e planeteve, ndoshta janë energji nga më të ndryshmet, por kjo është ideja që të mos ta lejoni, si të thuash, vorbullën që t'ju mbuloj dhe t'ju mbysi, por të dini si të notoni, sepse ju dini të notoni, dhe mos e lejoni frikën mbi të gjitha, sepse shpesh herë, për shembull, frika është ajo që mund të na çojë drejt mbytjes apo gati, sepse ju mund të dini shumë mirë not, por nëse juve lejoni ankthin dhe frikën t'ju zotëroj, ajo i noti që dini nuk ka më vlerë. Pra nëse ju lejoni frikën dhe pasigurinë që t'ju mposhtë, si të thuash, talenti juaj, aftësitë tuaja kaq të bukura, kaq të mira që mund të shkëlqejnë dhe mund ta bëjnë punën më mirë se kushdo tjetër, këtë punë specifike, ndoshta nuk ka ndaj vlerë nëse ju nuk dini se si të mos ta lejoni këtë frikën, sepse frikë do ketë gjithmonë, pasiguri do ketë gjithmonë. Nëse ju për shembull do dilni edhe kur det të prezantosh një projekt në punë, ndoshta në shkollë, apo ju mund ta keni mësuar shumë mirë, mund ta dini shumë mirë, mund ta keni zotëruar projektin. Thjesht frika ju bën që të belbëzoni, ju bën që të dridheni, ju bën që të skuqeni, ju bën që të apo turpi apo pasiguria, ju bën që ju të mos shkëlqeni siç duhet. Dhe kjo është ideja, frikë do të ketë gjithmonë, edhe kur ju të ndiheni shumë gati. 1 minutë përpara se të futeni, do të filloni të dridheni dhe duhet ta zotëroni veten tuaj, duhet mos ta lejoni që këtë energjinë ta lejoni t'ju mbizotëroj, por të fokusoheni tek ajo që ju dini të bëni më mirë, të fokusoheni te talenti juaj dhe tek ajo që jeni duke thënë. Mendojeni sikur po bëni për shembull një bisedë me një mik apo një mikesh. Do t'ju them edhe një shembull shumë të bukur tani, sepse ndoshta dikush për jush aty mund të jetë përpara një prezantimi, përpara një projekti, përpara një takimi të rëndësishëm, ndoshta edhe intervistë pune. Mamaja ime gjithnjë më thoshte një shembull shumë të bukur që madje edhe vetë kam përdorur,
sepse kur kam qenë e vogël kam qenë në balet dhe ne jepnim koncerte shpesh në një skenë të madhe me shumë individ të cilët kishin gjithë syt mbi ne. Dhe sado që ne ishim të vegjël dhe kur je i vogël je më entuziast, nuk e ka ish këto frikrat apo emocionet apo je më i çlirët si të thuash. Edhe pse ishim fëmijë, përpara se të hynim në skenë, o zoti i madh, ishte kaq emocion i madh sepse ishte një skenë tek opera dhe baleti, ishte një skenë shumë e madhe, kishte spektatorë në të gjitha katet, tani që e mbaj mend dhe ishte vërtet emocion i papar. Dhe kjo që më ka thënë mamaja vërtet më ndihmoi. Edhe mamaja kur ishte e vogël i pëlqente të këndonte dhe ka një zë shumë të bukur, saqë edhe kur këndon në shtëpi, o zoti i madh, jo se është mamaja ime, por ka një zë vërtet shumë të bukur dhe të ëmbël. Dhe atëherë nuk është se zgjidheshin këngëtarët kështu si sot, zgjidheshin me shumë vështirësi dhe ata që ishin tamam me zë cilësor. Dhe mamaja ime gjithashtu kur ishte e vogël ka patur një fëmijëri që shkonte shpesh në përvende të ndryshme që këndonte, jepte koncerte, festivale dhe nga që kishte emocione, të gjithë kishin, por ky personi i cili se e harrova emrin tani, që i drejtoni mëson, e harrova. Nëse e dini se për kë po flas, ju dha një shembull shumë të bukur se si ti largonin emocionet përpara se të futeshin në skenë. Dhe ky ishte që për shembull të gjithë kokat e njerëzve apo të gjithë njerëzit që po shikonin, ti mendonin si kunguj. E di që mund të duket e vështirë në fillim dhe e di që mund të duket shumë gjë absurde apo e çuditshme, por edhe mamasi me kështu ju duk. Por teksa e provoi dhe filloi të mendonte që gjitha këto nuk është se janë njerëz, janë thjesht sende për shembull kunguj, siç i tha edhe profesori. Dhe kjo ndihmoi vërtet shumë të ishte e qetë dhe çlirët dhe zëri i saj të dilte më i qetë, jo duke u dridhur, të dilte më i plot dhe të dilte më eksaktësisht siç është dhe madje edhe më i bukur. Pra talenti juaj vërtet është këqej, mos keni frikë për këtë. Kjo është shumë e rëndësishme, ndoshta prandaj dhe kam shkruar me kapitale dhe është e rëndësishme për të përmendur. Dhe shpresoj që këta shembuj t'ju kenë ndihmuar sadopak. Nga ana tjetër, i vetmi vizion që pash, të them të drejtën, i vetmi dhe vërtet shumë i rëndësishëm, ishte një lule e cila çelte në dëbor. Pra ne jemi në prag të dimrit tani më. Ose jemi duke shkuar. Dhe në dimër, mund ta simbolizoj me dëborën, sado që kushtet klimaterike kanë ndryshuar goxha dhe dëbora po bëhet gjithnjë edhe më pak e pranishme, por gjithsesi është në kuptim simbolik, pra në kuptim metaforik që lulja juaj po çel edhe në dëbor. Dhe kjo lidhet shumë bukur me faktin që ndoshta disa prej jush mund të jenë ndjerë vërtet shumë të frustruar, të mërzitur, të acaruar me faktin se përse vallë unë kam punuar kaq shumë, kam bërë gjithë të punë me manifestimin, kam bërë gjithë të punë me gjithçka që ju doni të keni në realitetin tuaj. Apo qoftë për shembull të keni provuar 1001 mënyra që të rrisni të ardhurat, keni provuar 1001 mënyra që të gjeni një punë që dëshironi, shembujt mund të jenë nga më të ndryshmi. Përse vallë unë nuk po shikoj këtë gjën që dua, këtë shpërblimin që dua, sepse unë mendoj që e meritoj. Dhe kjo është një energji që po ndjehet në kolektiv, në shumë prej njerëzve. Dhe mund të jetë diçka në lidhje me komunikimin, pra që ndoshta ju kërkohet të flisni të vërtetën tuaj. Apo e keni folur dhe tani më po merrni shpërblimin për këtë gjë, pra që ju keni qenë të guximshëm për t'i thënë të vërtetat. Por nga ana tjetër, ju s'keni parë rezultate dhe ndoshta nuk keni parë rezultate që dëshironin. Kjo lidhet pra e tham me energjinë universale, sepse kam kohë personale, ka kohë këtu për shembull në tokë, por ka dhe kohë universale, dhe ndoshta për manifestimin që ju doni, hyn shumë në punë kjo kohë universale e cila i pjek manifestimet, si thua, pra të mendoni sikur ju keni bërë një kek, keni hedhur gjithë ingredientët e mundshëm në mënyrën e duhur, perfekt siç ju mendoni që është pra mënyra perfekte për këtë manifestim, dhe është formuar ky brumi i kekut, e keni hedhur në formën e caktuar, e keni futur në furrë, po tani fura është kjo energjia universale, është kjo koha që ju duhet të prisni. Ja vazhdimisht duke
Okej, kjo do të thotë që jeni vërtet shumë të frustruar, kjo do të thotë që jeni vërtet disa prej jush. Nëse ju nuk e ndjeni si mesazhin tuaj, ju lutem mos e merrni, por përdorni intuitën tuaj për të kuptuar, për shembull, në momentin që unë e them, a vërtet mendoni, po kjo lidhet me situatën time, për shembull, kjo lidhet me faktin që unë këto kohë jam djerë, edhe mund ta plotësoni hapësirën bosh për situatën tuaj specifike. Dhe doja t'i thoya që mos u shqetësoni. Ka një kohë universale që po pjek manifestimin tuaj. Dhe nuk e keni ju në dorë. Pra edhe kur ju gatuani, nuk e keni ju në dorë që ta përshpejtoni momentin që ky kek të piqet. Sepse edhe nëse ju e rrisni temperaturën e furrës, ai do digjet dhe nuk do të piqet, dhe do ngjelet brenda qull, dhe do të digjet vetëm lart dhe poshtë. Apo çfarë do lloj taktike që mund të përdorni të vini në një tavë për shembull që është pak më e holl. Okej, edhe mund të përshpejtohet pakës, por ideja është që ka kohën e vet për të bërë siç duhet, që të shndrojmë me atë ngjyrën kafe, por jo të djegur, dhe që brenda të jetë komplet i pjekur dhe jo qull. Keni parasysh kur ngelen ndonjëherë kështu qull keku? Pra kjo është ideja, që ju të jeni të duruar pakës dhe ju të duroni sepse dhe të jeni të përgatitur për të papriturën, sepse ne pami lule që po mbi në dëbor. Dhe kjo është diçka jo dash normale, apo jo. Kështu që mos mendoni që ka vetëm një mënyrë për atë që ju doni, sepse kjo e kufizon shumë, dhe ndoshta prandaj nuk ka ardhur ende, sepse ju jeni shumë të fokusuar te një rrugë që ndoshta nuk është e duhur, që ndoshta nuk është fare ajo që ka lidhje me manifestimin tuaj, dhe të çlironi komplet, të jeni në një energji si Kastori, që është shumë i qetë, beson tek aftësitë e veta, beson tek puna e vet, beson se miqtë e tij janë duke ardhur dhe ai ndoshta nuk e ngret dot, për shembull një trung vetëm, apo diçka që ai do për të ndërtuar shtëpisën e vet. Dhe e di që në momentin që i duhen, miqtë e tij janë gjithmonë aty për ta ndihmuar, por në kohën dhe momentin e duhur. Sepse çdo vonesë ju mbron nga një gjë që ju nuk e shihni, ju mbron nga konflikte, për shembull, ju mbron nga një shi që mund të fillojë dhe ndoshta ju prapë do t'ju duhet të qetësoheni dhe në shumën e Kastorit, për shembull, të mos punoni. Pra, gjithmonë çdo vonesë ka një arsye. Dhe gjithmonë ju duhet besoni tek vetja juaj, aftësitë tuaja, ta kujtoni veten tuaj shpeshherë për të gjitha këto. Sepse është shumë e rëndësishme dhe në këto momente e frustrimi është shumë e lehtë që ne ta humbasim besimin, për shembull tek vetja, tek aftësitë tona, te çdo gjë, tek manifestimi jon dhe të dorëzohemi. Por kujtohuni që ky moment që ju ndjeni të frustruar dhe që ju mendoni që ndoshta nuk do të vi kurrë, është momenti përpara se kjo që ju doni të vi. Prandaj, mbajini vibrimin tuaj në këtë frekuencë edhe për pak, që të tërhiqni të njëjtën. Sepse nëse ju uleni, në momentin që dhurata juaj vjen, ju nuk do të jeni aty për ta takuar. Kështu që qëndroni të duruar edhe pak, kafshoni dhëmbët, bëni ç'të bëni, që ju të jeni në këtë frekuencë dhe kur dhurata juaj të vi, apo manifestimi juaj të vi, apo çdo gjë që ju doni, pra në një kuptim metaforik, ju të takoheni. Dhe për këtë ju duhet besoni intuitën që të jeni në kohën dhe në vendin e duhur. Nga ana tjetër, unë ndjeva uzuar që të shikoj pak numrin e ditës. Pra në një mbledhje matematikore, jo sipas mënyrës standarde. Pra, nëse ne mbledhim datën 5 me 11-ën e muajit nëntor dhe me vitin 2025, formohet numri 7. Nga ana tjetër, nëse ne për shembull mbledhim 5-ën me 11-ën, pra i bie 7 dhe 25-ën, sipas një mënyre që unë i shënoj, unë ndjeva e uzuar ta bëj në këtë mënyrë, formohet numri 77. Dhe dëgjova në këtë rast që ju mund të jeni duke parë 777 shpesh, apo numri 7. Nëse ju për shembull shkoni në dyqan, shikoni diçka që kushton 7.000 lekë, apo 700 lekë, apo shikoni numri 7 kudo, shikoni orën 7, shikoni 17, shikoni pra orën, shikoni 717, orën në mëngjes, apo në vende nga më të ndryshmet. Kjo është një shenjë që jeni në rrugën e duhur. Dhe kjo është një shenjë që thjesht qëndroni pakës më shumë në këtë energjinë tuaj të reflektimit dhe të besoni në veten tuaj, sepse tani nuk është momenti që të veproni. Tani është momenti që ju të qëndroni. Dhe edhe hëna e plot në fakt nuk është një moment që ju të filloni gjëra të reja. Është një moment që
qetësoni, të reflektoheni, ndoshta të manifestoni, por jo të veproni, sepse hëna e re më pas jep hapësirën dhe portalin dhe energjinë e nevojshme që ne të veprojmë. Nga ana tjetër, numri 7, dëgjova që diçka 7 vjeçare, pra që ka 7 vite, që është në jetën tuaj, është duke përfunduar. Kjo mund të ketë lidhje për shembull me një marrëdhënie specifike, kjo mund të ketë lidhje për shembull me një punë që ndoshta po mbaron. Më vjen shumë keq për këtë dhe nga ana tjetër dhe nuk më vjen, sepse e di që gjithçka që po mbaron tani, po i lë vendin diçka më të mirë. Dhe mos u shqetësoni për punën që ju mund të humbisni. Shikojini si një bekim. Asnjëherë nuk ju largohet diçka pa ju dhënë diçka tjetër edhe më e mirë. Por ju thjesht duhet jeni të hapur që ta shihni dhe të jeni në këtë kohë në momentin e duhur që ne tham. Dhe mos lejoni këtë mërzitje për shembull që pse humba këtë punë, t'ju ul poshtë dhe t'ju bëj ju të mos shikoni asgjë tjetër. Lëreni, iku, mbaroi, mos u fiksoni shumë tek e kaluara. Nuk ka më rëndësi. E rëndësishme është që në fakt bëri vend për këtë gjë e mirë që është destinuar për ju. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur sepse numri 7 lidhet me fatin, pra fati është në anën tuaj, dhe në fakt diçka tjetër që pash, por jo teksa ula të meditoj, e pash më vonë, por shumë të ketë lidhje tani që e përmendëm, ishte një gjethe, e keni parasysh ato me 4 trifin më duket, që kur e shikon me 4 është fat, dhe do thotë që fati është në anën tuaj, do thotë që fati ju do. Thjesht ju duhet besoni, dhe thjesht të mos dorëzoheni. Kjo është ideja. Nga ana tjetër, edhe personalisht gjatë këtyre 2 javëve, sepse i ndjej energjitë edhe më përpara, kam parë vërtet ose kam dëgjuar më saktë shumë ëndra profetike, të cilat janë ëndra në të cilën ju dëgjoni mesazhe apo komunikoni me guidat tuaja. Mund të bëj edhe video të sqaruara në lidhje me lloj të ëndrave, nëse juve ju pëlqen si temë, mund ta kërkoni në komente, sepse e kam menduar në fakt, ka vërtet shumë lloje të bukura ëndrash. Dhe ju do të mund të dëgjoni, ndoshta edhe thjesht një bisedë në ëndër me dikë. Pra shikoni një ëndër të bukur dhe dikush i thotë diçka, mund të jetë i njohur ose i panjohur. Kushtoni shumë rëndësi dhe ju lutem, kujdesuni që t'i mbani mend. Pra zgjohuni në moment, shkruani diku. Do të ishte më e mira, sepse ka mesazhe aty që është e rëndësishme dhe ju mund të mendoni se e mbaj mend në mëngjes. Më besoni, e kam provuar vetë. Ishte kaq qartë ëndra, mesazhi, dhe thjesht duke përtuar kaq shumë për të ngritur dhe për ta shkruar, sepse kam qenë e lodhur, thash s'ka problem se do ta mbaj mend. Dhe kur ngrita në mëngjes, nuk mbaja mend asgjë. E dija që ishte diçka e rëndësishme, që ishte një ëndër shumë e rëndësishme që unë do ta mbaja mend, dhe nuk e mbaja mend. Por duke u ulur dhe duke medituar dhe duke u munduar që të futem në atë frekuencë, kam arritur që pak nga pak edhe të nxjerr diçka, mesazhin kryesor të paktën, por që aty më morën një mësim shumë të mirë që kurdo që është një mesazh i rëndësishëm që unë e ndjej që është i rëndësishëm, duhet të ngrihem dhe ta shkruaj. Sigurisht nuk është me detyrim, por nëse ju dëshironi që të jeni të udhëzuar, nëse dëshironi që të gjeni përgjigjen e pyetjeve që keni, sepse mund të vinë në forma nga më të ndryshmet, dhe ëndrat janë njëra prej tyre. Dhe madje është më e mira sepse mendja juaj nuk futet fare aty që të ndikoj, pra që t'ju bëj të dyzoni është intuita apo jo. Është thjesht intuitë e pastër, është thjesht komunikimi i pastër. Gjithashtu, dëgjova që maska do të bien, pra të fshehta do dalin, dhe kjo lidhet edhe me të vërtetën që ne përmendëm pak më përpara, që e vërteta do të dalë, e vërteta do të flitet, dhe ju do të mund të dëgjoni për këtë të vërtetë në lidhje me një marrëdhënie specifike që ju mendoni që nuk ka shkuar siç duhet, që ju mendoni që duhet të ketë drejtësi, qoftë edhe në punë, ndoshta një komunikim që nuk ka shkuar siç e mendoni, kjo është ajo që po ndjej tani, apo ju keni thënë diçka që ishte e vërtetë, por të tjerët ju kanë bërë të ndjeni keq për këtë. Kjo do dalë në sipërfaqe dhe të gjithë do ta kuptojnë që e vërteta juaj ishte e vërteta dhe do të keni shpërblimin tuaj ndoshta për këtë, qoftë shpërblim emocional për shembull për faktin që të tjerë do t'ju suportojnë, apo shpërblim monetar nëse ju kishit të drejtë në lidhje me një aspekt specifik. Dhe kjo mund të përdoret në shumë fusha ndryshme, por kjo është fusha në të cilën ndjeva një shembull. Ky në fakt është një mesazh specifik për disa prej jush, që ju mund të merrni 3 dhurata specifike apo 3 shpërblime specifike, diçka në lidhje me numrin 3. Dhe shikoni pakës datën 3. Ndoshta të muajit nëntor, por ndoshta çfarë ka ndodhur, çfarë do të ndodh, apo në datën 3 dhjetor,
Dhe ndoshta ju mund të merrni 3 dhurata, mund të merrni 3 dhurata për vitin e ri, për Krishtlindje, për një festë specifike, apo 3 bekime për shembull në fushën tuaj të dashurisë, në fushën tuaj të karrierës apo të financave, në shëndet, që ju mund të keni përmirësime të shëndetit, pra 3 aspekte. Diçka lidhe me numrin 3, që lidhen gjithashtu me kooperimin, me energjinë e krijimit, sepse jam duke parë tani disa ndërtesa që po krijohen, prandaj ka zhurmë shpeshherë. Kjo në fakt ka kohë që po ndodh. Prandaj edhe ju mund të ndjeni të frustruar sepse kjo gjë që ju doni ka kohë që po ndërtohet, ka kohë që ju e doni, ka kohë që ju përpiqeni, jepni forcë, jepni punë dhe nuk po shihni asgjë. Pra e vlerësoj punën tuaj, e vlerësoj gjithçka që keni bërë. Dhe më lejoni t'ju them që jeni në prag të, siç jemi në prag të festave, në prag të dimrit, në prag të vitit të ri, ju jeni në prag të marrit të kësaj dhurate. Por thjesht duhet të çironi kontrollin. Është si te pjesa e kekut që ne tham, pra do të çironi kontrollin, apo mendojeni sikur jeni në një avion dhe ju nuk jeni piloti apo pilotja. Kështu që thjesht qëndroni, bëni çfarë mund të bëni, mund të keni marrë një libër për lexuar, një film për të parë me njerëzit e zemrës, apo thjesht mund të flini, ka shumë mënyra. Dhe aty shikoni një ëndër që mund të keni mesazh, mund të ndodhë. Por që ideja është që nuk e keni ju në dorë, mendoni që nuk e keni ju në dorë tani më rrugtimin. Por ju do të drejtoheni fiks në kohën, momentin e dur, aty ku ju duhet jeni dhe ku keni dëshiruar, pra që keni bler biletën për të qenë. Nga ana tjetër ndjej për disa prej jush që mund të ndjeni të mallëngjyrë, të pikëlluar për disa individ nga e kaluara apo për disa situata që keni lënë të shkojë. Keni bërë gjën e duhur, jeni në rrugën e dur, dhe nga ana tjetër edhe sikur tani në këto momente ju të ktheheni dhe të takoni këta njerëz dhe të qëndroni në ato midise, gjërat nuk kanë ndërtuar në vend, kanë ndryshuar. Ata kanë ndryshuar, midisi ka ndryshuar. Pra, nuk do të jetë më njësoj si ajo gjë që u kujtoni me kaq pikëllim me mallëngjim. Është si të thuash, ju keni rilindur, ju jeni rritur, ju jeni maturuar, dhe në momentin që ju kujtoni fëmijërinë, edhe sikur të shkoni në këto vendet e fëmijërisë, ndoshta nuk do të jetë njësoj, dhe sikur të takoni miqtë e fëmijërisë, nuk do të jetë më njësoj, ju keni familjet tuaja, ju keni jetët tuaja, ndoshta keni ndryshuar shumë, po ndoshta nuk përputheni më si në fëmijëri që mund të keni qenë njësoj, po tani jeni në rrugë të ndryshme. Prandaj sigurisht mbajini kujtimet e bukura, kujtojini her pas here. Jeta është për të krijuar kujtime. Por nga ana tjetër mos u fiksoni, sepse kjo ju pengon që të shikoni këtë bekimin, këtë dhuratën dhe të ecni përpara. Nuk mund të ecni përpara me kokën mbrapsht se do përplaseni. Pra kjo është ideja, që ju do të keni shenja të qarta, ju do të keni mendime, për shembull, ide të papritura nga hiçi, duhet i mbani shenjë të gjitha këto, ju këshilloj shumë. Nga ana tjetër këshilloj shumë një detoks shpirtëror, emocional, dhe gjatë ditës së hënës së plot ju këshilloj shumë që ju të qëndroni dhe të reflektoni dhe ta keni për shembull ditën tuaj pa telefon, pa televizor, pa lajme, nëse ju e bëni dot, ose ta kufizoni. Dhe të mundoheni të shpenzoni kohën në natyrë, të mundoheni të bëni një gjë të bukur kreative. Pra të fokusoni tek vetja, tek këto energji të bukura, sepse në këto momente mund të gjejnë këto mesazhe, dhe pash një PDF tani më që lidhet me mesazhet për shembull universale, që mund të merrni mesazhe në lidhje me një pyetje që keni. Pra nëse ju keni një paqartësi dhe keni dërguar një pyetje dhe u këshilloj ta bëni nëse s'e keni bër, pra keni një paqartësi në cilën drejtim të shkoj, cilën punë të zgjedh, çfarë të bëj në lidhje me situatën tuaj specifike. Dërgojini këtë pyetje te kushdo forcë që ju besoni. Qoftë në univers, qoftë tek në Zot, pra kudo që ju besoni. Dhe kërkoni ndoshta për një shenjë që për shembull nëse është e thënë që të ndjek këtë rrugë, më dërgoni një pilives siç ne e pam. Apo nëse është e thënë që këtë rrugë të mos ta ndjek, më dërgoni një mizë, një krim. Jo për të thënë që këto janë në aspektin negativ as pak, por lidha për shembull mizën me faktin që mund të jetë shpërqendruese dhe krimbin me faktin që ndoshta kjo gjë do t'ju bëjë të zvarriteni dhe jo të fluturoni. Dhe pilivesën me faktin që është një shenjë në fakt universale, pra edhe me që e pam. Pra jo se njëra është më mirë se tjetra, mos e keq kuptoni këtë. Por shenjat mund të vendosi si të doni, mund të vendosi me numra, mund të vendosi me këngë, mund të vendosi nëpërmjet ëndrave, pra të dërgoni një lutje që dua të shikoj në ëndrrën time X gjë. Dhe tini të hapur ndaj kësaj, pra nëse ju jeni aktiv me ëndrat,
Në të kundërt, thjesht filloni rrugtimin tuaj në lidhje me të kujtuarit të ëndrave, sepse kjo do t'ju çojë ju në këtë moment që të merrni këto mesazhe. Disa prej jush mund të kenë disa simptoma të ndryshme në lidhje me këto energji që po qarkullojnë tani më, dhe kjo mund të jetë lodhje. Kjo mund të jetë për shembull emocione shumë të intensifikuara, shumë të amplifikuara, por aq shumë sa që juve t'ju bëjnë të mendoni që keni parasysh si fëmijët që nëse si ai diçka fillon të çajnë direkt, dhe nëse direkt i jepi një biskot për shembull fillon të qesh, pra është e njëjta gjë. Do të jeni emocione shumë të amplifikuara për disa prej jush. Pra nëse është mesazh për ju, merreni, nëse nuk është, mos e deklaroni si tuaj. Gjithashtu një dëshirë për të përfunduar një cikël, siç thamë edhe me ciklin 7 vjeçar, mund të jetë një lidhje 7 vjeçare dhe ju tani nuk ndjeni më sikur jeni për njëri tjetrin, ose më saktë ju nuk e ndjeni më këtë lidhje me njëri tjetrin. Sikur nuk kuptojeni më, sikur nuk ka më aty. Është si kjo që thamë, që ndoshta ju jeni rritur dhe nuk keni më meç për njëri tjetrin, ose thjesht shikoni që rrugët tuaja janë duke u ndarë. Dhe ajo që shkruajta me gërma kapitale është mjaft, jo më, sepse dhe kjo mund të lidhet me faktin e një të vërtetes që mund të flisni, pra tani që po e mendoj, mund të lidhet me faktin që ju nuk i keni thënë të vërtetat tuaja, të që ndjeni dhe gjithmonë jeni munduar që të s'ka problem se unë jam duke e dua këtë person për shembull dhe po qëndroj, po ul dritën time, po shuaj talentet e mia dhe po bëhem një kukull si çdo ky person që unë të jem dhe të veproj sipas nevojave, jo të jem vetvetja. Ndoshta ka ardhur koha që ta përfundoni këtë, nëse ju doni të rilindni. Nëse jo, mund të vazhdoni në të njëjtën rrugë. Nëse ndjeni të gjithë këtë situatë që ne tham, më besoni që është gjë më e mirë që mund të bëni, sado që është e vështirë, dhe unë jam këtu për të ndihmuar nëse ju keni një nevojë të tillë, por është gjë më e mirë që mund të bëni sepse të gjitha këto lodhjet, frustrimet, emocionet amplifikuara do të largohen. Dhe është thjesht edhe kjo do të kalojë, është një gjendje momentale, por vetëm nëse ju tregoni që jeni të hapur ndaj ndryshimit dhe që doni më të mirën, jo vetëm për veten, por edhe për të tjerët, por pse duhet që ju të jeni i sakrifikuari apo e sakrifikuara? Sepse kjo nuk bën asnjë të mirë për askënd. Sigurisht nëse i bën një të mirë dikujt tjetër, mendoj që ndoshta nuk është rruga e duhur kjo. Sepse një marrëdhënie duhet të jetë jep edhe merr. Dhe jo vetëm marrëdhënie romantike, po themi në çdo lloj aspekti, qoftë edhe familjare. Dhe nëse ju ndiheni që tani më jeni lodhur nga një X gjë, mund të jetë mos jetë marrëdhënie fare, mund të jetë jeni lodhur nga një punë. Jeni lodhur nga një punë që kërkon kaq shumë prej jush dhe dëshiron të shtrydh talentin dhe gjithçka që keni dhe jetën tuaj, dhe ju në këmbim merrni një gjë shumë të vogël, ndoshta një pagë shumë të pakënaqshme, që ndoshta as nevojat më bazike nuk ju a përmbush dot. Dhe ju jeni mjaft më, tani po iki, çfarëdo që të bëhet, e di që unë meritoj më shumë, kam talentet që më nevojiten, kam gjithçka që më nevojitet, dhe e di që në kohën e momentit e dur, një aplikim që është fiks për mua do paraqitet, unë do t'jem aty dhe do ta marr, do ta fitoj. Kjo është konfidenca që ne po flisim dhe që kërkohet në këtë moment. Kjo pra ishte për sa i përket të gjitha mesazheve. Tani më le të japim pakës për secilin për shenjave, sepse e di që shkoi pakës gjatë kjo video, por e di që ju i keni shef këto shenja, kështu që le të flasni pakës. Në lidhje me dashin, lidhet shumë energjia e të vërtetës. Pra, nëse ju keni duruar tani më, nuk ju duron më situata juve. O duhet të flisin të vërtetën, o qëndroni me të dhe bëni paqe me të. Dhe mos u ankoni më për shembull që doni diçka të jetë ndryshe apo etj etj. Në lidhje me Denin, është një mesazh shumë i qartë që mos u mbështesni tek njerëzit që e dini që nuk janë reciprok në marrëdhënien tuaj, pra që nuk japin as sa ju jepni. Në lidhje me binjakët, zëri juaj është shumë i rëndësishëm. Mos e mbani më pas. Pra ka shumë mesazhe në lidhje me bllokimin që ndjeva në çakrën e fytit dhe gjatë gjithë kësaj videoje, pra që ju keni një të vërtetë për të thënë, keni diçka për të thënë, keni diçka për të komunikuar me dikë apo dikush me ju. Dhe ju keni pritur ndoshta për një të vërtetë, për t'u konfirmuar, për t'u thënë, për një falje, për një afirmim. E gjitha kjo në kohën e momentin e dur do të ndodhë. Dhe me binjakët ndjej shumë të energjinë që nuk ka më kohë për njerëz të cilët duan t'ju marrin apo t'ju ngatrojnë ide, t'ju ngatrojnë mendjen tuaj që të mos bëni diçka, t'ju konfuzojnë. Ne që po mendoj, më lejoni t'ju them që në momentin që ju ndjeni të frustruar, të konfuzuar ndonjëherë gjatë ditës, kjo mund të jetë një formë sulmi
që mund të bëhet ndaj jush nga individë të tjerë që nuk duan që ju të bëni hapa përpara apo të arrini diçka që ju doni. Nëse ju e keni ndjerë këtë, ju lutem më kontaktoni sepse mund t'ju ndihmoj që ta çlirojmë së bashku, është vërtet reale dhe ndodh. Pra nëse papritur juve ju duket sikur e kishit shumë të qartë çfarë do bëni për shkak, qoftë edhe rutinën e përditshme. Dhe ju harroni çfarë ka për të bërë tani. Çfarë kisha për të bërë? Po kisha gjithë të plan dhe nuk e mbaj mend. Pasi kur një re erdhi në kokën tuaj, dhe nuk ju lejon që të shikoni qartë, apo të mendoni qartë, apo të ndiqni të hapa të caktuar. Nëse ju e ndjeni, do të thotë që jeni duke përjetuar një nga këto sulme dhe unë jam këtu për të ndihmuar nëse ju dëshironi. Nga forja, për ju ndjej që një plagë vjetër emocionale mund të mos jetë shëruar ende, por kërkon pakës fokusin tuaj në këtë periudhë që të shërohet, dhe ky person që ju ka lënduar mund të kalojë përsëri në jetën tuaj. Por ajo që ndjej dhe këshilloj është që të mos ose të jeni pakës të, si të thuash, vigjilent, sepse dikush që ju ka lënduar një herë mund t'ju lëndojë përsëri. Ndër zgjedhja juaj nëse doni të vazhdoni në këtë rrugtim lëndohu shërohu, por unë mendoj që nëse lëndimi është vërtet serioze, nëse vërtet do të thotë shumë për ju, ky njeri sa do të ndryshoj, kur thonë kujshimet e ndëron por zakonin se haron. Kështu që do t'jeni pakës vigjilent në këtë pjesë. Në lidhje me Luanin, ju lidhet shumë pjesa e afirmimeve me konfidencën. Ju jeni shumë konfident, ju gjithmonë e dini, ndryshe nga të tjerë, ndoshta që jeni, për shembull, keni aftësitë e duhura, por ndonjëherë mund të kaloni në pjesën egoistike që mendoni se jeni më të mirë se të tjerët, dhe ju këshilloj të jeni pakës vigjilent për këtë. Por nga ana tjetër, shpeshherë ka disa për ju që e harrojnë. Pra, unë po flas në lidhje me ata që janë në skaj, sepse ata që janë përgjithsisht në balancë janë shumë okay. Ata që janë në skaj, që ose janë egoistik ose janë që nuk besojnë tek vetja e tyre, duhet të riktheheni në balancë. Virgjëresha, ju ndjej që kjo hënë do të mbyll një cikël ndoshta 7 vjeçar, që mund të ketë stresuar, mund të ketë krijuar ankth. Kështu që thjesht lejoni të ndodhë dhe qetësohuni. Kjo është ajo që ju ngjelet të bëni. Në lidhje me peshoren, nëse ju për shembull ndjej për disa për ju që mund të jeni në një marrëdhënie, por që nuk është stabilizuar ende, pra që ju lutem merrni sepse po ndjej disa shembuj specifik. Pra nëse nuk është shembulli juaj, do thotë që ky mesazh nuk është për ju dhe lëreni të shkojë. Por ndjej që disa për ju mund të jeni në një lidhje e cila nuk është stabilizuar ende. Dhe ju po mendoni, a është ky person, a më do ky person, apo po luan, apo po mendon ky person për shembull që të lidhemi apo jo. Pra, është një moment dyzimi për ju që nuk e dini se çfarë ky person sinjalet që po dërgon. Nga njëra anë mendoj që lëri një pakës kohë, sepse ndoshta ka disa gjëra që ai apo ajo ka nevojë të shërojë. Pra mund të ketë lëndime nga e kaluara. Dhe gjatë marrëdhënies suaj këto lëndime dalin sipërfaqe dhe ai ose ajo stepet që ta shërojë këtë gjë përpara se të jetë në qëndësinë e plot për ju. Por nga ana tjetër, nëse ju nuk e dalloni këtë lloj situate, do të thotë që ky person ndoshta mund të jetë pakës të luaj. Dhe me këtë mund të lidhet mesazhi i komunikimit për ju, që ta komunikoni qartë. Hey, unë jam e paqartë apo i paqartë. A dëshiron të jesh me mua apo jo? Dhe kjo do të shëshojë shumë gjëra, sepse ky person mund të thotë, unë të dua shumë, por kam XX gjëra që po punoj me veten time. Apo dhe ju shumë bukur mund ta ndihmoni, sepse ndoshta ai ka patur frikë apo ajo është t'ju tregoj sepse mos ndoshta do ta lini, por ju mund të jeni aty për të dhe kjo mund të forcojë lidhjen tuaj. Në rastin tjetër, nëse vazhdon të bëj këto lojra që njëherë ftohet, njëherë ngrohtë apo gjëra të tilla, atëherë mendoj që ka ardhur koha që ta ndaloni sepse mund të vazhdoj kështu për gjithnjë. Akrepi, keni nevojë që të qëndroni pakës vetëm sepse po kaloni një transformim emocional që mund të jetë pakës intensiv, dhe nëse ju jeni pranë të tjerëve, të tjerët mund ta ndjejnë dhe ju mund të thoni diçka pa menduar, mund të bëni diçka në nxitime sipër që mund të lëndojë dikë tjetër dhe nuk është shumë e këshillueshme. Lidhje me shigjetarin. Ju po ndryshoni drejtimin e jetës dhe më lejoni të them që fokusoni tek integriteti juaj. Pra, a është kjo gjëja që ju doni të zgjidhni diçka që përputhet me të vërtetën tuaj? Nëse po, zgjidheni. Nëse jo, qëndroni besnik ndaj të vërtetës tuaj. Sepse mund të kërkohet të filloni një punë që ju duhet të gënjeni, por ju nuk e bëni dot, nuk është në listën e vlerave tuaja, në integritetin tuaj, në karakterin tuaj. Mos e bëni.
ka punë që janë fiks për ju. Në lidhje me pritjapin, ju po rindërtoni jetën tuaj. Dhe prandaj ndoshta ju duket kjo pjesa, ju mund ta ndjeni këtë pjesën që ju duket sikur po prisni pafundësisht që kjo shtëpia të ndërtohet dhe s'po bëhet. Por çdo gjë do kohën e vet, që të ngjiten dhe që të thahen dhe që pastaj po një ditë mund të ketë shi, dhe ndoshta nuk punohet, duhet që ndroni, të relaksoheni. Pra kjo është një kuptim metaforik që nuk është se e keni ju në dorë. Ama ju mund të shijoni rrugtimin. Dhe mund të shijoni këtë proces ndërtimi. Ujori, për ju dëgjova qartë që ju është koha të fluturoni. Dhe kjo është pak e çuditshme se ju jeni shenjë uji, por që lidhet me faktin që tani më jeni maturuar dhe është koha të fluturoni në kuptimin që është koha të lejoni emocionet të dalin, le të lejoni në një mënyrë të maturuar dhe të lejoni veten që të shkëlqeni këto talentet tuaja siç ne folëm në shembujt e mëparshëm. Dhe në lidhje me peshqit, jes për ndërprerje. Kjo video ka patur shumë ndërprerje. Një miz po më shpërshëndronte. Shumë gjëra ndodhen, domethënë dhe është ideja që mund të ketë shumë shpërqendrime që nuk po ju lejojnë që të shikoni rrugën tuaj të drejtë, dhe ky është një mesazh kolektiv. Por ndoshta edhe për ju, me që u ndam tek peshqit, ja tek është miza përsëri. Dhe ndoshta mund të lidhet edhe me ju që mund të keni shumë shpërqendrime në jetën tuaj, qoftë nga njerëz, nga individ të ndryshëm. Këto shpërqendrime nuk ju lejojnë që të shikoni rrugën tuaj përpara, nuk ju lejojnë që ju të merrni hapa të saktuar. Por ajo që dëgjova për ju është që iluzionet e fundit po largohen, si këto ret që po largohen tani më, dhe ju shikoni qartë dhe ju po ndiqni rrugën e duhur. Thjesht besoni tek vetja juaj. Por që keni kujdes nga këto shpërqendrime, mos lejoni që t'ju bllokojnë shikimin, sepse kjo mund të ndodhë përsëri, ret janë kudo dhe mund të dalin përsëri. Dhe ritualet që kam ndjer për ju, një dush me qëllim, duke qenë se hëna e plot lidhet shumë me faktin e një dushi. Dhe një dush jo i thjesht, por me qëllim që ju të largoni këto gjëra që nuk doni nga vetja juaj, siç tham, jo më. Pra gjitha këto të largohen. Nga ana tjetër, apo shpërqendrimet, apo gjithçka që nuk doni në jetën tuaj. Dhe karikimi i ujit është shumë i rëndësishëm në këtë hënë, është ajo që po ndiej, pra karikimi i ujit me diçka që ju doni, me manifestimin që ju doni, sepse uji ka fuqinë që të absorbojë atë që ne i themi, dhe kështu që në momentin që ne e karikojmë një synim specifik, uji do ta marrë këtë synim. Energjia e hënës është karikimi i plotë i tij dhe ne do të marrim po të njëjtën energji. Dhe pastërimi i shtëpisë apo i dhomës tuaj, i zyrës tuaj, një hapësirë i magazinës tuaj, mund të keni një magazinë të rrëmueshme. Por ju nuk e dini se sa impakt ka kjo gjë në shëndetin tuaj mendor, shpirtëror dhe emocional. Nuk e keni iden. Vetëm nëse e provoni, do të shikoni se sa e ndërlidhur që ka. Nëse ju keni një hapësirë të rrëmueshme, edhe mendja juaj do të jetë e rrëmueshme dhe ju nuk do të mund të shikoni qartë, nuk do të mund të mendoni qartë, nuk do të mund të bëni atë që ju doni të bëni. Por në momentin që ju merrni thjesht të hap të vogël, të pastroni, nuk e keni idenë se sa të çliruar do të ndjeni, të lumtur, të motivuar. Dhe kur e shikoni këtë hapësirë të pastër, nuk e di, motivimi juaj. Okej, kjo pjesa është përshëndrimeve, tani u bë serioze. Dhe në fakt është një mesazh shumë i bukur, sepse nuk kisha vënë më në telefon dhe më ndërprej videoja tek pjesa që tha me pastrimit. Pra fiks në momentin e pastrimit, dhe kjo ndërlidhet shumë bukur që ndoshta ju si mund të për shembull të bëja këtë videon e re nëse nuk kam vënë në telefon. Dhe ideja është si mund të vi diçka e re në jetën tuaj në momentin që ju nuk keni vend. Si mund të vi një produkt i ri, një komodinë e re, një divan i ri, nëse ju keni ende divanin e vjetër, këndin e vjetër, frigoriferin e vjetër aty, nuk keni se ku ta vendosni apo jo. Kështu që duhet të largohet i vjetri, që të ketë vend bosh, dhe në fillim ky vend i bosh mund të duket pakës frustrues, mund të duket pakës pikëllues, mund të duket pakës, mund të ndjeni të mërzitur apo të pikëlluar për atë që iku. Por kur të shikoni këtë frigoriferin e ri apo këtë gjën e re që morët, do të ndjeni shumë të motivuar dhe mund të ndryshojë jetën. Pra në kuptim edhe sendeteria mund të ndryshojë jetën, mua më motivojnë vërtet shumë në kohën dhe momentin e duhur, por apo kur marr si lavsa të rinj për shkak apo blloqe të reja. Por ideja është që ndonjëherë duhet të bëni vend. Pra nëse nuk heq këto blloqet e vjetra apo këto gjërat e vjetra, nuk mund të vinë të rejat. Dhe ju të ndjeni shumë të lumtur, të motivuar më pas, dhe vërtet mund të ndryshojë jeta, nëse për shembull vjen një person i ri në jetën tuaj, vjen diçka e re,
do t'ju ndryshoj jeta, sepse lidhet me pjesën e mendimit. Dhe nëse mindseti juaj ndryshon, dhe nëse emocionet juaj ndryshojnë, dhe nëse ju jeni të lumtur, një kombinim i tillë do të bëjë jeta juaj të ndryshojë si me magji. Këto ishte mesazhet që doja të ndaja me ju. Ishte një video shumë e gjatë, por shumë e këndshme dhe shumë e bukur dhe plot me mesazhe dhe kam parë Pilivesa më shumë se kurdoherë sot, që do thotë që janë mesazhe shumë të rëndësishme. Nëse ju jeni këtu dhe tani në këtë pjesë të videos, jam e bindur se ka diçka shumë të vlefshme këtu për ju. Shumë faleminderit për të gjithë ju, e vlerësoj vërtet shumë. Kjo do thotë vërtet shumë për mua dhe jam shumë e lumtur që jeni këtu dhe tani, që jemi pjesë e këtij komuniteti, që jemi të gjithë së bashku, do të thotë shumë për mua dhe që të ndihmoj. Kjo do të bënte jetën time shumë herë më të lumtur. Shumë faleminderit. Mirupafshim, shihemi në videon tjetër.